pas 28 dhjetorit, pa të mendu që subjektet politike në Kosovë e kuptun që duhet të kalohet kjo situatë, pra nuk duhet ngërqe, nuk duhet blokada, por duhet të jepen institucione vendit. Kur flasë për subjektet politike që nuk performuan mirë me rezultatin. Mirë po në këtë muajin e fundit, të 2 javët e fundit, sikur o shprehe në publike kundërta e kësaj. Pikërisht 2 subjekte politike të cilat nuk performuan mirë, në esencë, në skenarin e tyre të pare kishin pas pra me provoku zgjedhjet. Dhe logjika ime në këtë rast... Ti po thua që PDK dhe LDK kishin në skenar për të provokuar zgjedhjet? Unë besoj po, sepse po të kishin një mend me njanimin e një par zgjedhjeve tjera, ka pas mundësi pra. Do të flasëm për mundësi që cilat nuk janë shfrytzu dhe kanë qenë. Tani, vetëvendosjen ku e zonë, nëse shkojmë zgjedhje, asnjë subjekti politik nuk i konvenojnë zgjedhjet. Madje as vetëvendosje, sepse nuk është e lehtë që të angazhohet të njerë gjithaj potencial qytetar për me dalë në zgjedhje. Pastaj nëse marrën zgjedhjet majna e dim që 1-2 deputet dhe 3 deputet me njerë mi kanë minus, sepse s'vinë gurbet qartë me rgata, nuk është e lehtë ata me orë, ndërsa ky votimi me posën e për këto konzulatat tona dhe ambasadat nuk është bashkë e lehtë, sepse mund të ketë distancë të madhe dhe njerëz nuk e kanë, po tha më qatë entuziazëm. Prandaj, nëse qëllimi i PDK-s dhe LDK-s është a diçka hic po këshyrëm çka qysh dalim, na me rëndësivish vetëvendosja le deri në 50%, madje këtë qëllim mund të arrijnë. Mund të arrijnë këtë qëllim, madje edhe lehtë, sepse 51% mund besoj që as vetëvendosja nuk i ka pritë që i merr në zgjedhjet e kaluara dhe nuk besoj që mund t'i merr në maj. Dhe me këtë ti vështërsohet pak, si me thonë, pozicioni i saj për mi kriju institucionet, sidomos të presidentit. Sepse ideja e subjekteve politike në opozit është se si ti pengohet vetëvendosjes ta merr edhe presidentin. Unë sinqerisht kam menduar që kanë me shfrytzu, si të tham, qatë hapësirë që e la zoti Kurti prej fillimit, i si tha që ne si vetëvendosje po e dojmë një president pa librezë partijake. Urdhrani